Dy moderatorët e njohura, Aulona Mosta dhe Fatma Haxhialiu, kanë qenë së fundmi të ftuara në Dalina Show, ku ndan shqetësimin e tyre për mënyrën e të folurit në televizione. Aulona përmendi rastin e Beniadës, e cila nuk flet shumë mirë shqip. Për mua fakti që Beniada prezanton një emision mbas diteje kur nuk di të flas shqip siç duhet në televizion publik, tha Aulona. Në televizionin publik shqiptar që është me rregullore, e shkruar që një nga kushtet kryesore është që të flasësh shqipe të rrjedhshme, të pastër, sepse është televizioni të gjithë shqiptarëve, e pasoi Fatma. Më pas ato u shprehen se pavarësisht kësaj është normale që moderatore si Beniada, Heidi apo Loredana nuk e flasin shumë mirë gjuhën shqipe pasi kanë lindur dhe rritur jashtë. Pas kësaj erdhi reagimi i Beniadës, e cila u shpreh nëpërmjet një videoje në Instastory, si është ajo shprehja qend le të lehin, karvani ecën përpara. Lidhur me këtë ka reaguar edhe Aulona me një postim në Instagram. Pra ku ishte e shara këtu, ku ishte mos mbështetja e gruas? Ofendimi? Denigrimi? 3 gra me 20 vite eksperiencë në media që i kanë provuar të gjitha llojet e medias nga e shkruara, kur dilje me diktofon në dorë, tek radio, televizioni, online, po thonë opinionet e tyre për një temë që i shqetëson. Opinionet të bazuara mbi fakte, xhelozi? Seriozisht të mëtën? Ashtu siç nuk kam frikë të them çfarë s'më duket e drejtë, ashtu nuk kam frikë të them publikisht edhe kush mendoj që profesionalisht vlen më shumë se mua. Kush e ka parë intervistën e di këtë. Kush nuk e ka parë, ja ku e ka, 3 minuta janë, ka shkruar Aulona duke qeshur.